Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish në kanalin Monitor TV për të sjellë pranë jush ngjarjet më të fundit dhe të gjitha reagimet që në fakt kanë ndodhur që në ditën e djeshme. Ju e dini shumë bukur, ditën e djeshme në Shqipëria Live me Sidorela Gjonin ishte i ftuar Laert Vasili. Për herë të parë, pas daljes nga shtëpia Big Brotherit, Laert Vasili foli hapurazi. Pa kënaqësia e tij, hatërmbetja kundër drejt produksionit ishte shumë e madhe. Edhe pse ishte në, le të themi, jo koherent në atë që thonte, herë fliste për çmimin që nuk ju dha, herë godiste produksionin, herë falenderonte produksionin që e ka qenë pjesë e Big Brotherit, po herë thonte që nuk do ta kisha bërë kurrë më këtë eksperiencë, herë thonte që është një lojë klikimesh, eksperiment social, më pas thonte që i humba 4 muaj dhe lash gjitha të punë jashtë për këtë Big Brother dhe çfarë feedbacku mora. Do thënë Laerti, nga kjo që tregoi dje, nuk ka marrë asnjë lloj feedbacku. Ai tha që unë për të hyrë në Big Brother e lash një shtëpi të më humbet, që të ma merë banka shtëpinë time, dhe humba gjithçka tjetër që ka të bëjë në fakt me karrierën time, jetën time dhe suksesin tim. Në momentin kur ndërhyri Sidorela, Laerti i tha Laertit që jam shumë e bindur që ti në asnjë mënyrë nuk do të humbësh, sepse të paktën një imazh të gjerë ke lart, të paktën një karrierë të bujshme ke, dhe nga karriera jote mund të fitosh shumë gjëra të bukura dhe mund të marrësh shumë gjëra të bukura dhe mund të japësh shumë pozitivitet. Laerti siç duket priste që të ishte fituesi i këtij edicionit, edhe pse unë mendoj që Big Brother është një eksperiment social dhe zbulon talente, kështu që e zbuloi gjestin. Të thuash për një djalë 24 vjeç që është analfabet, është i pa shkollë dhe e ngatron Jezu Krishtin me Qirqistopullin, ishte një fjalë që u tha vetëm nga Laert Vasili, dhe Laert Vasili ditën e djeshme nxori një mllef të papar kundër drejt gjestit dhe shumicës të banorëve që ishin aty brenda. Por, çfarë u tha më tej? Për akuzat të cilat janë bërë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, konkretisht nga Gert Fera, Xhibani, Valbon Amhilli, ato debate që Laerti i ka patur më së shumti në këtë shtëpi me këto banorët, Laerti tha që do t'i denoncojë. Dhe normalisht Xhibani, i cili njihet për këtë natyrën e tij të kallur, si më thon, ka reaguar në Instagramin e tij duke thënë: "Hipokriti, tani unë do t'ju sjell këtë shkrimin edhe në, ju lutem regjis, bravo të lumt. Hipokriti Big Brother VIP Albania 4, kërcënoka me denoncime dhe ndjekje ligjore. Ju dashkan lek për të blerë shtëpi. Pas ka lënë 2 projekte për të futur në Big Brother VIP Albania 4 me pritshmëri dhe me pamundësi për të pagu nga çmimi dashka me vu gjoba. Mos u mërzit hipokrit, thot Xhibani. Të kam pa unë se si ke shiku, se si ke puth dur dhe cepa buzësh me konsensus sigurisht. Po ti jesh gati për ndjekje ligjore, merresh me ca të tjera që u thanë dhe jo me shikimet dhe prekje që janë duk apo kanë qenë të çuditshme. Produksionin sigurisht që të duhet ta falenderosh se të çojë në finale, por mos haro dhe 3 shoqet që të kanë mbajt me hatër sa për zërin e kujdes mikrofonit, të ma falësh, po ka qenë i regjistruar me të njëjtin tonalitet për të gjithë. Vetëm mu ma thoshte live se kisha situata, pas ke pa vetëm finalen, të këshilloj të shohësh edhe ca më shumë, do gëzohesh kur të shohësh dhe të kuptosh se ka material për padi me akuzë prishje imazhi dhe karshiteje, kur flet për burgaxhi edhe për banorë që duan vrarë, më ngjan me ato të bukrat që martohen me të pasur për interes dhe pas divorcit synojnë zhvatjen. Asgjë fikse rreth teje. Sa për poetër dhe bojaxhi, ja babushi im ish oficer ka shkruar qyse majmën. Në Greqi punoi si bojaxhi, për poet mbetet gjithë jetën.
vazhdon e publikon dhe shkruan, ndërsa ti 4 muaj nuk shkruajte një poezi, dhe më pas i ka shkruar një fjalë greke. Ky është reagimi i Xhibanit, i cili ka fol për zgjedhjen që në fakt sipas Xhibanit produksioni bëri për ta çuar Laertin në finale. Sipas Xhibanit Laerti është finalisti i produksionit dhe jo finalisti merituar, dhe më pas ato që Laerti ka folur, në qoftë se do t'i dalin të gjitha videot që Xhibani pretendon, dhe në fakt unë e kam të etikës për të gjithë ndjekësit e mi të jem koherent dhe duhet t'i them, ndjekësit e mi mbrëm e kanë kërkuar këtë gjë që unë ta transmetoj për publikun, që ekzistojnë video ku Laerti ka biseduar me Rozanën dhe me Danjën dhe ka thënë që Gjestin duhet vrarë. Domethënë kjo është një akuzë shumë e madhe, duhet vrarë për një djalë 24 vjeç, se unë nuk ma merr mendja që Gjesti dhe Laerti aty kanë hyrë që të vriten edhe të priten, por gjithsesi ekzisto ka një fjalë e tillë që shqiptarët me të drejtë janë kamera më e fuqishme e Big Brotherit, e kanë thënë gjatë kohës kur Laerti ka biseduar, domethënë, me Rozanën. Kjo qasja e Laertit, ky diskutim, kjo ngjarje që po ndodh jashtë shtëpisë të Big Brotherit, siç duket i ka prek krejtësisht banorët edhe janë shumë të lënduar. Unë nuk pash në fakt një lloj mlefi dhe inati edhe urrejtje konkretisht nga ana e Xhibanit për Gjestin pse doli fitues, pse fitoi këtë Big Brother, përkundrazi Xhibani e ka thënë hapurazi edhe jashtë shtëpisë të Big Brotherit që unë e mbështes Gjestin edhe dua që të jetë fitues, sepse është një djalë që meriton më së shumti atë çmim, se ka dhënë jetën e tij për Big Brother dhe ka kaluar çdo situatë të vështirë, ndërsa nga ana tjetër akuzat e ditës së djeshme ndaj Gjestit prej Laertit ishin akuza shumë të rënda. Nga origjina e tij, familja e tij, shkolla e tij, deri tek ofendimet më të mëdha që në fakt janë jo normale për mendimin tim të bëhen aq hapurazi, aq publikisht në një media ku e pash edhe reagimin e gazetarës, domethënë ishte çuditërisht e befasuar se si mundet Laerti të vi deri në këtë gjendje. Por Xhibani akuzon tashmë Laertin që je i përzgjedhur nga produksioni që të çojë në finale sepse ti nuk e meritoje finalen, dhe i thotë që hap më shumë video të shohësh veten tënde dhe kush meriton të ketë akuza. Tani pikpyetja ime është kjo: a e bën Laerti këtë gjë për fytyrë? A e bën Laerti këtë gjë për interesin e tij për të kap klikime? Apo e vërtet është kjo deklarata që ka bërë Laerti? Këtë mendim dua të marr prej jush.